Sot jam me Paulin Zegna, është vërtet në sikur e takoj Paulinin, herën për malje e vërdall ku takohemi, por këtu është I takimi I veçantë, se jemi në ambient bodrumit të bibliotekës publike Gjergjshisht, apo? Pas ka goxha libra, e kështu. Në fond zakonisht pasër, as I pasër as s'ka kena së rafte për t'i vendosur gjithë ato. Njëse një të gjë që do dhe edhe me artefaktet. Mirë, okay, ka një gjë që ka bërë një rekonstruksion I mirë. Rekonstruksion total, dhe me thonë me gjitha kushtet optimale, dhe me thonë edhe të ruajtjes, konservimit, edhe sigurisë, me antizjarr, s'ka lak shtirme, mos rehabilitim plot s'ka psuar kjo objekt, se në shtrok kjo objekt, vitet e fundit është në gjendje të shkëlqyer. Po e bëri sistemin siç është janë shumë objekte. Shumë objekte. Duket hapësira fakt e madhe kur ka qenë bosh, por kur u mbush me libra edhe me objekte, është e pamjaftueshme. Tani këtu janë edhe gjetjet arkeologjike. Atëherë, këtu janë fondi, do të them fondi gjetjeve arkeologjike për periudhën e Frano-Prendit. Pjesa më e madhe prej tyre, që nga viti 1968 deri në vitin 1979. Po ashtu pjesa më e madhe e këtyre argëve, siç janë arkat plastike, janë periudhës së ekspeditës shqiptare Gjerman të udhëhequr nga profesor Zim Hoxha. Po. E janë rreth 200 arka këtu. 200 arka. 200 arka. Sa ka një ark? Një ark, ko ark që ka 50 objekte, vi fjala këtu. Këtu janë rreth 70, sepse rreth 70 janë këtu. Pra ja, mendoj. Atëherë do të thotë rreth 2000, mbi 2000 objekte. Në total janë mbi 2000 objekte. Por nuk ka muze. Lezhës ka muze, se s'bën një muze. Fal një projekti që ka fituar Bashkia e Lezhë. Po. Ka fituar mbas aplikimit që kemi bërë para 3 vitesh, është fituar projekti dhe do të zbatohet brenda këtij viti, besoj se mund të realizohet deri në fund vitit, deri në muajin tetor të këtij viti. Është muze me përmasa modeste, faktikisht sepse objektet që kemi ne janë po themi është në fund shumë pasur. Më rivalizojmë me qytetin e Durrësit. Jo vetëm këto që kemi këtu, se këto janë mbi 2000 siç thash, po objektet më me vlerë faktikisht janë marrë nga vetë arkeologët që janë magazinuar në Tiranë. Ka një pjesë të ekspozuar muzeu. Në moment kur bëhet muzeu tamam, me kondicione të duhura, atëherë objektet më me vlerë, kjo është arsye se këtu jemi pak e shpendor dhe po punoj, ka rreth 4 ditë që po punoj, po përzgjedh objektet më me vlerë që kemi këtu në Lezhë. Po. Në momentin që ti ekspozojmë këto, ti vendosim në për ekspozitor, atëherë na lindet drejta ne edhe muzeu tash na është ndërtuar, fjalëve në fund të vitit, na lindet drejta ti kërkojmë edhe muzeut kombëtar në Tiranë, edhe muzeut arkeologjik në Durrës, po edhe Instituti I Arkeologjisë, ku ruhen objektet kryesore dhe më me vlerë janë zbuluar në Lezhë në rrethina, tua kërkojmë se ti kthejmë në qytet edhe ti ekspozojmë në Muzeun Arkeologjik qytetit të Lezhës. Okej, unë shoh këto objekte këtu, edhe shoh këtë për shkak çfarë është kjo? Atëherë, kjo është edhe vegël bujqësore, është përdorur gjatë mesjetës vonë shekulli 15, është përdorur shekulli 15 edhe si armë. Edhe si armë, po. Kjo quhet ndryshe, atëherë armë ndryshe përdorur armë me akrep ose me gremç. Për çfarë përdoret kjo? Këmbësorët zakonisht e përdorin me një po themi një bosh shumë të gjatë, rreth 3 metra, kishte rast edhe 4 metra, pse e përdorin? Këmbësori e kapte kalorosin nga uniforma dhe e hidhte në tokë, e zbriste në tokë dakale në mënyrë se luftonte edhe si këmbësor. Duke qenë I papërvojë kalorosi si këmbësor, vetë vështirë luftoi, e kishte më të lehtë për ta mundur betejë. Kjo është arsye se me gremç ose me grep. Po e qartë, se po të futemi në janë shumë. Kjo është një zhyle baliste, e kemi zbuluar rastisht në profesor Meritan Cekën. Kjo zbuloi bile në fillim të këtij viti muajin janar, edhe është gjetur në pjesën e qafës kalas mbi Varosh. Varosh, po. Një vendbanim mesetar, kjo është shekulli 12-13. Shiko Paulin, që unë ty të shoh në studimet që ban, të shoh në konsulentat që jep dhe gjithë rrethimet tuaja janë shkencore, janë mrekullueshme, po nuk e di, domthon tu mund vije shoh, je ul në tavolinë, se pranë pashë ditë edhe në sot, je ul në tavolinë tani dhe je po merresh edhe me restaurimin. Restaurimi. Faza e parë është seleksionimi, identifikimi I këtyre objekteve, më pas edhe restaurimi I tyre për të bërë. Po edhe këtë zë, edhe këtë zë atë me kalimin e kohës e kemi përshtat. Ja, shikoj, ja, kjo është mosh. Okej, kjo objekti I parë restauruar. Po, dhe objekti restauruar. Kjo është një. Edhe kjo është për hekur, kjo është më e heshte I tyre në gjendje fizike të shkëlqyer, është restauruar dhe një tani kush e ka restauruar se kjo ka rëndësi, shikoj si çfarë po vjen. Te kam restauruar bosh mendimin edhe një punojësi arkeolog, Anton Dreca. Po, dhe kam bërë mundësi të restauron këto objekte. Kjo maje heshtë I lirë, shekulli 6-5 para Krishtit. Imagjinoj sa vite ka. Është një gjendje shkëlqyer, se do ta shohësh të plastika, punimi, niveli oksidimit është shumë I vogël. Kjo është Romako për shembull, kjo është shekulli I parë para Krishtit. Lloj garush, dhe po ta shohësh në vëmendje ku kemi kokën e vulkanit, simboli I Romakut, shikoj. Është shumë interesant. Edhe kjo në gjendje të mirë. Këto janë restauruar. Kjo është hesht bronzi, më vetë me këtë, e kam restauruar. Hesht bronzi e dëmtuar, duke qenë përdorur shumë në luftë edhe është e periudhës së bronzit. Pra është objekti më I hershëm. Po mirë, këto armë, inventari. Tani në restaurim, normalisht që don ta njohësh
Ti e njeh restaurimin? Atëherë, një profesor më kam bërë pas universitare, pasi kam marrë histori gjeografi, në vitin 2005-2006, kam bërë edhe një trajnim një vjeçar, po thoshte specializim për arkeologji, ku përfshin ndërto edhe jo vetëm muzejat, inventarizimi i objekteve dhe evidentimin e tyre, por edhe, po themi, edhe restaurimi i disa objekteve, jo të gjitha objekteve, sidomos objekteve metalike. Për ti restauru, pra, për ta marrë këtë tani, për ta restauruar. Atëherë, Çfarë do kjo trajtohet me kimikate, nuk do trajtuar me masë shumë të madhe, sepse siç është niveli i oksidimit është shumë i lartë. Por të trajtohet për një kohë të gjatë, ka ilaç special? Ka ilaç special, i që cili mbahet për pak orë ose ndoshta edhe ditë, sepse kjo është materialitrash na lejon lëvizje disa ditë me të, mundi me trajtuar për një kohë më të gjatë, por jo shumë gjatë sepse rrezikon të humbasin plotësisht këto pjesët e holla mund të thyhen, mund të humbas formën. Edhe vlerën e saj si objekt. Okej. Shiko, se unë këtë merak e kam bërë, domethënë është shumë e rëndësishme, ata që punojnë nëpër muzera etj, domethënë është shumë e rëndësishme që këta të kenë edhe do të keni një farë përvojë edhe në restaurim. Edhe në restaurim, absolutisht, sepse janë duke hiq objekte pafund nëpër muze që ka gjithandej në Shqipëri. Se nuk ka tipa si Paulini, a kupton? Duhet pasion. Kjo është problem shumë i madh Paulini. Është pasion. Aty shohim pak ca gjëra të tjera. Se këtu tani po futem në botën e artefakteve të hershme. Po, për shembull. Se çka ka? Objekte ndryshme. Shiko, e kam inventarizuar në numër 34, inventari i ri. Ja. Sa i kujdesëm është Paulini. Brenda tani ishën me numra për shembull. Ishën me numra, po. 34 1, 34 2, 34 3. Gjithë. Shiko, Maja Thika, dhe si që shumë i ka zbuluar vetë Frano Prendi, ja po shanuar, lesh vitin 1968, Shafa Kalas varri numër 6. A i ke punë dhe kodin? Thik Heguri. Bravo, shqipe, e shep? Ja, po këna duhet më, Paulini, o Migjo, o Pjerin, o kryetari i madh. A fat që e ke këtë gjarë turë? Faleminderit shumë. Okej, vim tani këtu. Atëherë, këto e veçanta që mund të shkruaj me vëmendje, këto i kanë vendosur në Çelçorina, janë objekte në Çelçi, po dhe objekte lukse zbukurimi, monumente zbukurimi. Kurse kjo është e veçantë, kjo zbuluar pranë memorialit, me varrimin e Gjergj Kastelli. janë në set me pjata faktikisht, janë me glazur, janë të tipit venecian shekullit 15. Shekull 15. Edhe janë një kohë me epokën e Gjergj Kastelli Skënderbeu, janë gjetën pjesën veriore të memorialit. Po, çakulimi fantastik aty. Atëherë, shiko, kjo është restauruar. Kur është zbuluar në 2010, shiko, kjo pjesa është pjesa e restauruar, nuk ka pasur e restauruar, po ka qenë thyrë. Por gjitha këto kanë nevojë për restaurim. Marrim këto çipat e mbëj, çan. Atëherë, këto janë amfora shekullit 3 dhe 2, të gjitha këto shekullit 3 dhe 2 para Krishtit. Siç është një numër i ri inventoi gjithë e kam nisur me amforë, 1, 2 me radhë. Po pas ke shumë amfora. Po, janë një numër shumë i madh, këto janë kthyer faktikisht në fragmente amforës, që mund t'i shohim ashtu, nëse 4 amfora të tjera janë në gjendje shumë të mira. Po për shembull, kjo objekti këtu është, do të marrë me kujdes edhe kjo. Po. Është fragment tubacioni i sjelltit, tubacioni romak prej plumbit. Për çfarë? I cili formizonte pjesën e poshtme të qytetit me ujë nga burimi i Kalas, nga burimi i sipër, se është në kodën e Kalas dhe formizonte pjesën e poshtme të qytetit, sepse qendra shoqërore e lisit antik ka qenë rreth memorialit sotëm. Por në njëjtën kohë, njëjta formë tubo, po themi, kur të funksionon vetëm uji i sjellsit për ujë të pishëm, por në njëjtën kohë funksionon edhe për termën ose banjën normale, për ta furnizuar me ujë të ngrohtë. Po ka pas arkitekt të tij klasi domethënë. Romakët kanë bërë mrekullim, po ç'është akveduktet romake në Francë, Spanjë, Itali, kanë bërë vepra. Si ka mundësi që i kanë bën, sa ata dizajn s'kan pas. Ato kanë qenë të jashtëzakonshëm. Si kanë bën? Betonin e shpikën romakët, arkitekturën, mjeshtrat e arkitekturës. Po. Edhe të armëve, edhe prodhimit të armëve, gjithë romakët. Jashtëzakonshëm. Do ta pranojmë këtë pjesë. Atëherë edhe kjo është në shkrim latin. I përjellës romake, bëhet fjalë për gur stel varrore, stel varri, është i pa lexuar sa është i thyrë, edhe kjo këtu, edhe kjo stel varri, përket një varri tjetër, po ta shohim, këtu është një femër me flokët e lidhur, është e punuar shumë bukur me mermer. Po është e thyrë. Ky është interesant tani kjo gur milar, ky gur romak. Kujta ta shohim çika atë? Okej. Gur romak. Gur romak se milar në rrugët kryesore, për shembull via Lisus Naisus, se niste nga Lezhë përfundonte në Nisht, pastaj niste via Militaris nga Naisus në Konstantinopol. Ju tregon udhëtarëve se ke bërë 1 milje, 1 miljen e dytë, miljen e tretë, miljen e katërt e me radhë. Pra ka qenë sinjalistika po. Sinjalistika po. Sigur kemi tabelat sot, kjo është. Edhe mirë se ti ke bën këtu, se kemi konstatuar se kemi fare sinjalistika s'kon Paulin. Nuk kemi edhe në kohën e romakëve, halas kemi shkuar. Akoma s'kemi shkuar te koha e romakëve. Romakët kanë pas çdo 1 milje kanë pas një gur, çdo milar. Fantastike, shumë e bukur. Okej, shiko, Paulo, po shikoj ishte duke restauruar diçka këtu, shoh pak këtu. Atëherë janë disa për ceramike.
Po, këto qeramikët. Atje quhen ojnohe. Po, te ke restauruar. Atje kjo është restauruar. Kjo është objekt restauruar, është zbuluar nga Frano Prendi në vitin 1968. Po, Janë zbuluar në një varr, i ka vënë emrin varri numër 16 në qafën e Kalas, pjesa ku sot fakt duhet shtylla atencionin. Zbulimi i parë i nekropolit mesatar dhe lidhet pikërisht me zbulimin që ka bërë Frano Prendi. 4 varre në qafën e Kalas. Nekropoli i famshëm mesatar i sotëm që është i lidhur ngushtë me kulturën e Komalit. Dhe pranë këtij vendi do ndërtojmë edhe muzeum. Kjo është pjesa e restauruar, duket pjesa e restauruar. a kemi gjë tjera që janë gjetë në përvarre? Atje këto inventari që përmend, armët më të cilët që gjetën në përvarre, të gjitha këto janë në përvarre. Ja. Ja për shembull, Po, ka pistola milione? ja. Lehtë 1968, Shafa Kalas, varri numër 6, Thik Hekuri. Kjo është varri numër 6. Kanë një numër inventari të gjitha. Të gjitha ato janë gjetë në nekropol? Në përvarre, të gjitha janë në përvarre. Po, Vetëm në përvarre faktikisht vjen objektet e paprekura. Faktikisht Kjo Hekuri në oksiduar. Okej, pa prejë. A di pse edhe Milit ka pas shumë. Ka pas shumë ka gjetje domethënë, edhe në Bukull, edhe në Rushkull, edhe në Përlatë në Ram. Është interesant pse në përvarre që është kjo që aty ruhet. Trupi dekompozohet, e gjitha, rrobat po ashtu, të mbesit. Atyre ka qenë një besim pagan faktikisht, edhe krishterët e hershëm janë varrosur me vegla pune, me armë dhe ornamente zbukurimin që gjoja do të shërbenin njëherë edhe në botën tjetër. Edhe në botën tjetër. Edhe përveç veshjes, se në teshat e dekës se kemi modelin sot, veshja më e mirë, gratë më shua e ruin për të varrosur me të më të bukure. Po mirë për veshjet po kote sotme. Atyre. Çfarë do bëhet? Kote sotme nuk kemi më vegla pune, as ornamente zbukurimin e tjerë, njerëzit varrosen thjesht në një kostum. Për shembull varr, po zbulojmë një varr 2025. S'është me pasur. Kështu që kur tik nga 2 javë, do të la aparatin fotografik, do e la porosi, malinë. Do të shkash nuk oksidohet, shumë e bukur. E Paulin, me po me hy në gjithë histori. Jo, shumë shiko për shembull. Jo, më ke treguar sa gjëra të bukura aty. Kjo. Po çfarë çfarë? Jo, kjo për shembull. Po çfarë është kjo? Po. Ja, kjo është gutus. Ishte arkeologjike. Shihni diçka të shon që na shpjegoj këtë tani. Kjo është një gjendje faktikisht të dy janë dëmtura, pak për ceramike. Po. Dhe kjo është më e veçantë. Çfarë mund ta them me terma moderne sot si biberon antik. Biberon është përdorur edhe nga grekët antikë dhe nga romakët nga ilirët. Ka këtu ku ishte vegën e vet. Kishte pak të zgjatur pjesën e daljes dhe ushqej fëmia ose i futeshin ilaç do dhe qoftë edhe me shumër, si formë biberoni antik pra. Edhe njët me zonë arkeologjike njët si gutus. Se ne biberonën tani i kemi lastik. Plastik, atjere kanë qenë qeramike. Shumë veçantë. Ato vulat, më duket si vula ato, çan ato. Atyre. Të gjitha ka pak konforosh. Kam përzgjedhur, kam seleksionuar vetëm tu ka shumë faktikisht, por rreth 50. Dhe pse arsye? Po. Gjithë ka një shtem, ka një shënim kështu. Gjitha këto janë për shembull, shiko, dekoruar me gjethe dafine. Po. Gjithë ato kanë simbole, punishte të ndryshme, përdorin simbole të ndryshme. Po. Pra janë firma në Greqi, në Rom, në Ilirinë e kohës. Po. Dhe deri si shpërben në një fragment aty një amfore, është prodhuar në Gaza, për shembull. Po në Gaza, shiko, që Paulini ka imagjinoj bë Paulina. Amon sa më shpejt atë muzeun se duhet. Shit për shembull, se tani flitet për Gazën. Flitet për Gazën dhe me kemi ke lufta fatkeqësi e madhe që ndodh atje, po shit. Kjo mund të jetë, kjo është shënuar nga Frano Prendi. Po. Është Lisus, sektori C. Atëherë ka shënuar 323, është ndarë me sektor pa kur zbuluar, pjesën e jashtme të qytetit është zbuluar në jug të qytetit antik. Ky inventari i ri numër 30. Ka qenë amfora të vogla se përdoren kryesisht për të mbajtur verën edhe për hapur në gjithë mes dëm, por ekskluzivitetin e prodhimit, po të shohësh tipologjinë e ka patur në antikitet Gaza. Su themi Gaza sot si pjesë e Palestinës, por Kanani antik, po themi për periudhën e Kananit, se studiohet në Bibël. Pra shkem këtu. Histori muzeale edhe në Gaza, ëh? Shumë pjesë nga Gaza tash. Shumë e bukur, shumë. Paulina shumë kënaqësi, ndërkohë këto gjitha janë të mbushura kështu. Atyre gjitha këto po të shojmë këtej, shiko, arkat për shembull, arkat e vjetra. Po. Këto kryesisht për fakt e shikoni se në inventar këtu kemi ka pak amforash. Po. Unë kam zgjedhur ta më të mirë, në fizike më të mirë. Ceramik pa fund. Atëre, këto arkat e vjetra janë zbulimet e Frano Prendi, gjë ka realizuar i madh Frano Prendi, arkeologu Frano Prendi dhe ish drejtori, mund të them drejtori më i mirë ndër vite në Muzeun Historik të Lezhës, Loro Zjeçi. Janë gërmime po Loro Zjeçi. Janë gërmime që janë realizuar në gjithë territorin e Lezhës, ose ku rreth Lezhës, sot Bashkia e Lezhës. Por për fat keq duke qenë se janë vendosur pas vitit 1991, kur banorët pronarët e shtëpisë Mlihove e rimorën shtëpinë e tyre dhe u prish muzeu,
s'ka ndodhur këto objekte paktën 4 herë janë zhvendosur nga një vend në tjetër, ka humbur inventar, nuk kemi një inventar plot. Ne nuk e dim për shembull ku janë zbuluar këto. Se s'ruhet asgjë. Dhe sidomos objektet të cilat janë zbuluar në kohën kur ka qenë drejtor për shembull Loro Gjeci, si përmendën, me volë dhe dur për leka, nuk ka trujtur në një inventar plot. Ndryshe bie fjala Frano Premi. Edhe se më të hershëm shiko Frano, ka qenë shumë skurrë, shumë sistematik. Edhe i herë, këtë ka shumë nësi, Paulin dhe i herë. Edhe du të themi da, unë vërtas shpesh Paulin për njerëzit që futen në drejtimin e tyre, gjë muzeale, kështu një radhë. Pra, ndryshimi është shumë i qartë. Nëse ti fut në institucionin muzeal dikon që nuk ka ideën fare, Skara duhet profesionistë të apasionantë. Nëse nuk e njeh sa i dikur që shef atë, por po ta marr një që s'ka lidhje me atë, ai shef si i gur. Jo, hedhurinë e hedh. Hedhurinë e hedh me atë. Maja fike. Pra ne unë nuk është duhet i bëj videorambe Paulinit sepse ky ka skalive në vetë si njëri i përkushtuar për shkak. Pra me pak llaf, duke kaluar shumë shpejt tani Paulin se mund duhet në orë tana dhe me. Këtu për shembull, një përshkrim të shkurtër. Këto objekte se kam nxjerr deri tani flas, se kam seleksionuar. Tu i kam dorë vetëm materiale ndërtimi. Ja, tulla të prodhuara në Lezhë. Shikoj, tulla prodhuara në Lezhë. Ndërtoheshin pjesa e poshtme e kolonës së termave romake, banjeve romake. Ndërtohesh njëra mbi tjetrën, futeshin poshtë edhe tu ndizë zjarre për të ngrahur ujësi për pishinë. Kjo përdoreshin për pjesën e poshtë. Mi është pak, Paulin. Material shumë i fortë më duhet. Material shumë i fortë, domethënë, më imagjinoj sa herë në shtru ndezjeve të zjarrit me shekull në përdor, 2 shekuj me radhë. Edhe gjejmë edhe në gjendje të shkëlqyer. Hajde prodhoj më sot në kohë moderne, ha? Kjo tulla e prodhuar, shiko. Tulla e prodhuar në Lezhë. Shiko sa masive sa trakt është. Kjo material ndërtimi i prodhuar në Lezhë. Do të shikoj çka ka prodhuar para Zefshtietnit kjo. Para se po. Ka jo tullë aty të prodhimi të materialeve të tjera. Ai ka po në herë Zeki. Të viti shoku i veçantë to. Atëherë, kjo është urnë, kjo këtu. Po, e kem në proces pastrimi urnë, pra se përdoj për mbajtjen e hirit të ndjerit. Digje trupi i të ndjerit edhe ruaj në hi, jo me skelet por me hi. Edhe ndërtoj varre rreth urna në qendër, ndërtoj varre rreth saj. Kjo këtu tash duket bën me partikull, nuk është tigull. Po, çfarë është ajo? Kjo është varr. Varr? Nëse mund të them kështu me terma, kjo është arkivol për ceramikë. Ato pllakat e hershme si mbajnë këtë formë. Si. E ndrujt disa fragmente kështu. Nëse mund t'i bëjnë një ndërtim. Edhe vendosin e pllak tjetër sipër, edhe i ndjeri vendosi këto, edhe gjithashtu e ndërtuar me ceramikë. Edhe kjo përdor në antikitetin vonë, por edhe me sjetën e hershme, deri me sjetën e hershme. Sa gjë e veçantë, shumë veçantë. Do duhet bashkuar gjitha sa të mundet do të përmbledh materiale të tilla për me kriju idhenë se si ka qenë një varr me ceramikë, ndërtuar ceramikë. Një mrekulli. Këtu është kapitol, bazament kolone, një bazilikë paleokristiane. Duket, po. Prej Mirmiri edhe fragment kolone prej Mirmiri edhe kjo. Kurse këtu kemi një objekt vogël, shumë e çuditshme kjo, e vështirë për tu identifikuar. Çfarë është ajo? Fragment statuje. Ja, statuje ku është kjo? Këtu? Kjo është vetëm pjesën e poshtë të qytetit, pranë memorialit edhe kjo, po nuk dihet me saktësi. Statuj ka qenë. Po. Por nuk dihet me siguri, nuk mund ta themi me siguri plot sepse shiko, fragmenti duket se është statuj, pjesë statuje, por është pa identifikuar se shumë i dëmtuar. Po. Po që ka shumë e hershme. Jo shumë herë, romake, periudhës romake. Stili i punimit duket se tipologjia e periudhës romake. Okej. Se përgjithsisht ato janë shihen në Putrin, shihen në Napoleonin, romake që janë këtu po. Edhe shpresë për zgjendur për zbuluar këtë periudhës romake. Edhe për ta mbyllur tani, çfarë bën Paulini, sa aty pa më atje ta mbylli këtu. Shiko, Paulini është me dy kova, shihni do ja. Shik. Ja. Pastruar materiale për ceramike. Pra, duke pastruar materialet. Kështu duhen njerëzit, kështu duhen studiosit. Kjo është çështje pasioni. Edhe kjo për shembull Bruxelles, edhe kjo është edhe kjo. Shiko. Është fragmenti në vaske që është përdorur bazilika paleokristiane për të mbajtur urnë e bekuara. Sa interesant. Nuk i ke sot të gjëqenat kohë. Shumë pak në ujë. Do të jetë për pak në ujë, pastaj do të nxjerrën prapë do të pastrohen sërish. Një pjesë, nëse i gjitha fragmentet mundem di restauroj, ti bashkë pjesën të fragmentet dhe mund të ekspozoj. Okej. Nëse nuk gjej pjesë, atëherë detyrohet të stirojnë inventarët në kaq. Po mirë, edhe kjo mjafton. Tani sa kohë do të duhet për mua marrë me se ti shoh sa kohë do duhet. Vitin një objekt këtu është duhet një grup 4 arkeologësh një grup. Sa do të ishin në drejtimin tim, edhe pak një vit punë. Që punosh me to për një vit. Një vit punë, jo vetë. Dhe të bësh një nga muzeet më të mirë në Shqipëri.
Vetëm objekte që kemi këtu do të thotë një muze. Një muze pra, Po, pa ato të Tiranës, muzej i Tiranës, apo muzeu arkeologjik i nga më të mirë që Durrësit. do të thotë është një gjithahir në Gjerdanin e Art të Kalas famshëm të Lezhës. Po, jashton vlerën edhe vetëm në vizitorëve si çka Edhe tjetër. kush e di sa vizitor do vini. Sidomos thuaj. Si të mos u po. E ashtu nga si Paulin, falenderoj Faleminderit shumë, sinqerisht, falenderoj, jo më kot mora këtu edhe një punë për të kuptuar që një historian i mirë, një njeri i përkushtuar që merret me detaje. Pak jashtë fushës time, sa arkeologji. Jo, brava i ke gjithë ato. Ishte kënaqësi me Paulin Zefin, si për herë. Edhe Faleminderit shumë. sot do vije Marin Mema, sa aty Marini është ky vazhdimisht. Edhe kështu që unë e falenderoj se gjithmonë më shpërgjigj Paulinin gjëra. Jo me kënaqësi pa merak. Shumë Kënaqësi, faleminderit shumë për këtë. Gjithë mirat, suksese në bashkësi. Faleminderit.